Si u ta vlerësonit, si ekspert këtë skemën këtë vit, se ka pasur gjithmonë diskutime, jo hoq nafta pa akciz, jo ishte mbështetja e dur, apo jo në këndvështrimin e një eksperti. E ndihmon realisht bujqësinë dhe blegtorin kjo skemë dhe këto ndërhyrje që janë bërë? Unë theksova edhe pak më parë. Kërkesat janë të pakufizuara në bujqësi në sensin që sa më shumë para, aq më mirë është për edhe aq më shumë duhet. Pa diskutim, por po ti edhim një sy më detajor skemës të mbështetjes për vitin 2026, vëmë re që kemi disa zhvillime pozitive, siç janë rritja e masës, mbështetja direkte në fakt për krerë bakti, pra për gjedh dhe për timta, edhe për hektar tokë të kultivuar. Këto janë tre momente të cilat janë të rëndësishme sepse fermerët motivohen në fakt për të rritur numrin e krerëve, në fakt në mënyrë që të përfitojnë mbështetje. Nga ana tjetër, ju e përmendët të shehur mbështetja për naftën. Fakt ka pasur debat lidhur me këtë çështje, a është opozita ka kritikuar shumë disa avantazhe. Në fakt, në momentin që aplikohet një instrument i caktuar në kuadër të mbështetjes së fermerëve, është rëndësishme të kuptohet se çfarë impakti ka pasur në fakt tek rasti konkret tek fermerët dhe në bujqësinë në tërësi. Duhet theksuar që mbështetja me naftë pa akciz në fakt për 2 vitet e kaluara përgjithsisht nuk është se ka dhënë efektin e duhur në bujqësi. Pra, fermerët kanë aplikuar për të marrë naftën pa akciz, e kanë marrë atë, po instrumentat mbrapa për të kontrolluar nëse kjo naftë shkoi në fakt dhe kanë dhënë impakt, pra për ta thënë më thjesht për gjithë ata që na dëgjojnë, pra a shkoi për të punuar tokën kjo naftë apo shkoi për të përdorur për makinën private. Duke mos pasur këtë instrument, atëherë më mirë një instrument i cili ne dyshojmë që të ketë impakt në bujqësi, instrument financiar i kësaj natyre, më mirë mos e apliko fare si të tillë, sesa ta aplikosh si të tillë kur impakti i supozuar që duhet të ketë në bujqësi nuk është aty. Dhe kjo shumë parash, nga informacionet që unë kam, është rialokuar në fakt në këto zëra që ne përmendëm, pra është hequr si mbështetje me naftë dhe rialokuar në këto zëra, edhe në 3 zërat e fundit kanë të bëjnë me mbështetjen për fermerët e rinj dhe mbështetje për investime. Për ju është një ndërhyrje e drejtë. Për mua kjo është një ndërhyrje e drejtë. Pra heqja e skemës naftës dhe kalimi i kësaj shume në këto zëra që ne po diskutojmë së bashku në skemën e vitit 2026 është një gjë e bërë mirë. Jo vetëm rasti i skemës të naftës, por çdo instrument tjetër që nuk do të kishte impaktin e supozuar dhe ato që pritet në bujqësi, për mua më mirë mos e apliko fare se ta aplikosh. Qartë. Si është gjendja e bujqësisë sot? Unë kisha evidentuar disa nga problemet edhe e theksova në fakt. Një pjesë janë të trashëguara në vite që ende nuk po gjejnë zgjidhje, një pjesë janë të krijuara rishtazi. Është mungesa e financimeve për shkak edhe të mungesës i pardit, shtrëngtimi i inputeve bujqësore që ka ardhur për shkak të konflikteve globale i fundit ai në linjën e mesme, mungesa e fuqisë punëtore në kuadër të një emigracioni i cili vijon prej vitesh, por që blen teksohet nuk është tipik shqiptar, sepse edhe vendet e tjera po përballen me të njëjtin problematik. Informaliteti i lartë që mbetet një problem i trashëguar në fakt, pra që përgjithsisht një numër i madh fermerësh ende janë të papajisur me nip, dhe fragmentarizimi i tokës që edhe këtu është një problem i krijuar tashmë prej disa dekadash. E thënë ndryshe, toka bujqësore është e ndarë nga stra të vogla, çfarë të pengon që ti të kesh një prodhim më masiv edhe të prodhosh për eksport, të kesh kontrata të sigurta, çfarë do ta bënte edhe bujqësinë apo blegtorin që të ishte më në një safe zone apo zonë sigurt edhe të gjeneronte fitime gjithashtu. Të pesë faktorë apo problematika që ju keni përmendur sigurisht qëndrojnë secili në një masë caktuar në fakt në efektin që ka tek bujqësia shqiptare. Mungesa e financimeve natyrisht është aty gjithmonë, do të jetë aty, ose unë do të parafrazoj pak më ndryshe, mungesa e financimeve të nevojshme në fakt për të dhënë shtysë bujqësisë në përgjithësi. Shtetimi i inputeve bujqësore natyrisht është një aspekt shumë i rëndësishëm që afekton një masë madhe bujqësinë. Ka qenë i tillë edhe para para luftës së fundit ose zhvillimeve gjeopolitike të fundit. Në fakt, po sot gjithmonë më tepër po bëhet më evident sepse ne po përjetojmë sot dhe po duket të ketë një rritje 40 deri në 100% më tepër të çmimit të plerave kimik në fakt për shkak të zhvillimeve gjeopolitike, luftës më konkretisht. Dhe kjo bën që çmimet e prodhimit bujqësor të dalin në treg më shtrenjtë. Kjo mund të çojë në dy momente të rëndësishme. E para, fermerët që nuk kanë mundësi financiare për t'i
marrë këto inpute, këto plera kemike për t'i përdorur, do ta reduktojnë përdorimin e tyre. Reduktimi i përdorimit do të çojë në rendimende më të ulta dhe përpasoj edhe në fitime më të vogla për fermerët, po nga ana tjetër rendimende më të ulta çon në treg ofertë më të ulët, një ofertë më e ulët mund të çojnë çmime më të larta, por edhe në rastin tjetër kur fermerët e kanë të mundur të përballojnë këto çmime, pra mund ta marrin inputin bujqësor, plerat kimik me çmime më të larta, sigurisht çmimet e larta të inputeve afektojnë kostot e prodhimit. Kostot e prodhimit natyrisht bëjnë fermerit të mund të rezultojnë me përfitim nëse këto produkte i shet me një çmim më të lartë në treg. Të dyja rastet çojnë në rritje të çmimet për ne si konsumator në treg. Mungesa e fuqisë punëtore natyrisht një problem që ka të bëjë edhe me fazat e zhvillimit të një vendi. Po edhe një vështrim retrospektiv në botë në fakt, në vendet që sot ka një numër të vogël popullsie që jeton në hapësirat rurale, në fakt kanë kaluar faza të cilat po i kalojmë dhe ne. Po flasim për dekada fazash, pra po flasim për 70-80 vjet e kështu me radhë, ku popullsitë rurale për shkak të produktivitetit të ulët, përdorimit të faktorit punë në hapësirat rurale, e zhvendosur ky faktor punë në hapësirat urbane dhe periurbane, aty ku ai punësohet sektorin e ndërtimit, sektorin e shërbimeve në përgjithësi. Dhe ky krah pune në hapësirat rurale është zhvenduar me mekanikë bujqësore, e cila zhvendosoi një numër të madh krah pune.